Almanaku. On this day, ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. 1493, Kristofor Kolombi zbarkoi në Antile duke zbuluar Amerikën. 1883, arkitekti Antonio Gaudi merr përsipër mbikëqyrjen e ndërtimit të bazilikës La Sagrada Familia në Barcelonë. 1903, Panamaja shpall pavarësi nga Kolumbia. 1952, buka e ngrirë del në treg për herë të parë në supermarket në një qytet të New Yorkut. 1957, Bashkimi Sovjetik dërgoi në hapësirë satelitin e tij të dytë, Sputnik 2. Në këtë satelit ndodhej edhe qeni me emrin Laika, kafsha e parë që shkoi në hapësirë. 1964, presidenti amerikan Lyndon Johnson do të bëhet politikani i parë që rizgjidhej në këtë post me një shumicë votash prej 52%. 1970, Salvador Allende merr detyrën e presidentit të Kilit. 1972, këngëtarët amerikan Carly Simon dhe James Taylor kurorzohen në martesë. 1982, në tunelin e Salangut në Afganistanin qendror, do të ndodhte një nga tragjeditë më të mëdha në historinë e këtij vendi. Si pasojë një shpërthimi aksidental të zjarrit, do të mbesnin të vdekur afro 2000 vet. 1983, u hodhën themelet e hidrocentralit Ataturk, që ka digën e 5 më të madhe në botë. Sipërfaqja e liçenit artificial të digës së këtij hidrocentrali, ndërtimi i të cilit zgjati 11 vjet, është 817 km². 1985, dy agent francez u shpallën fajtor për fundosjen e anijes Rainbow Warrior të organizatës ndërkombëtare të mjedisit Greenpeace në Zelandën e Re. 1992, diplomatja, politikania dhe avokatja amerikane Carol Moseley Brown u zgjodh si përfaqësuese e Illinoisit në Senatin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ajo është senatorja e parë afroamerikane në Senatin e SBA-s. 1992, demokrati Bill Clinton emërohet presidenti i SBA-s. 1995, Filipinet goditen nga tajfuni Angela, 900 persona të vdekur. 1996, atleti italian Giacomo Leone fiton maratonën e New Yorkut. 1998, Bob Kane, krijuesi i Batmanit, vdiq në moshën 83 vjeçare. 2001, italiani Emanuele Poggiali fiton kampionatin botror në motociklizëm. 2002, Turqia shkoi në zgjedhje parlamentare të parakohshme. Në parlament arritën të hynë vetëm CHP-ja, Partia Popullore Republikane, dhe AK-ja, Partia e Drejtësisë dhe Zhvillimit, partia e sapo formuar. Kjo e fundit nxorri 363 deputet, duke siguruar edhe shumicën për të formuar e vetme qeverinë. 2012, Torino merr titullin Kryeqyteti Evropian i Sportit 2015. 2014, në New York, inaugurohet World Trade Center 1, e njohur si qendra botrore e tregtisë. Ky grattaciel do të ishte 550 metra i lartë. Kostoja financiare për ndërtimin e tij do të ishte $4 miliardë dhe ai do të ndërtohej për 8 vjet.